Përshëndetje peshore, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën tuaj. Në javën e parë të prillit, në aspektin profesional, ju shikoj mirë, ju shikoj të qetë, keni një punë të qëndrueshme, me të ardhurat të mira, një punë të rehatshme dhe ndjeni të sigurt në këtë drejtim. Edhe për peshorët që kanë bizneset të tyre private, kjo javë do të jetë shumë e mirë për të bërë balancin, ndoshta për të bërë inventarin ose balancin e 3 mujorit të parë, për të parë hyrjet edhe daljet. Nuk është koha për të bërë shpenzime, nuk është koha për të marrë vendime të reja, për të shtuar shërbime apo produkte të reja. Ky është momenti vetëm për të parë ku je me biznesin. E them këtë sepse kemi 2 planete që janë të kthyer në prapavi. Kemi Mërkurin, që është planeti që lidhet me tregtinë, lidhet me komunikimin, ka të bëjë edhe me gjithçka që lidhet me shkresa, me dokumenta, që është i kthyer në prapavi deri me datë 7 prill. Pra kjo është koha më e mirë për të parë gjithçka, inventarin dhe gjithçka tjetër, plus edhe Afrodita, planeti i dashurisë, po që lidhet edhe me paratë dhe shumë i rëndësishëm për ju sepse është planeti që ju udhëheq, është i kthyer po prapë edhe Afrodita në prapavi deri me datë 13 prill. Kështu që shikoni se ku jeni, biznesi është i qëndrueshëm, të ardhurat janë të mira, siç themi në gjuhën popullore, nuk rrjedh po pikon. Dhe çdo hap që ju duhet ta merrni duhet të jetë një hap i mirë menduar, duhet të jetë një hap i sigurt, më mirë pak edhe me ngadalë dhe me siguri se sa me risje të mëdha, me investime të mëdha edhe me humbje të mëdha po ashtu. Nga ana tjetër, për sa i përket dashurisë edhe romancës, unë shoh nëse jeni në një raport, sidomos me dikë që ka energji të fortë toke, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Dem, veçanërisht në Dem, në Virgjëresh ose në Bricjap, mund të jeni pak të ngarkuar, pak të lodhur me këtë person, sepse nuk po lëviz marrëdhënia me ato ritme që ju dëshironi. Peshore, mundet që ky person të keni vite bashkë, akoma nuk ka marrë një vendim për të kaluar në martesë apo për të kaluar në bashkëtesë. Edhe pse ndjeni që jeni të sigurt, nuk mendoni, nuk keni frikra apo pasiguri se ky person mundet të ketë një pëlqim tjetër, por nuk ju pëlqen mënyra se si po e menaxhon, keni një padurim për ta shtyr raportin në diçka më shumë. Dhe ky është një person që i pëlqen rehatia, i merr hapat shumë ngadalë, jo po të kemi dhe këtë gjë, të mbarojmë edhe këtë gjë, të kemi edhe të ardhura më shumë, të kemi edhe këtë tjetrën. Dhe kjo është ajo që do të sjell pak irritim për ju. E them këtë se keni dhe Afroditën e kthyer edhe ju bën pak më të mërzitur, pak më të acaruar. Për ata që janë ndarë, pra keni pasur një marrëdhënie të rëndësishme edhe jeni ndarë nga një person, sidomos nëse është Dem, sepse Demi po ashtu si ju udhëhiqet nga Afrodita, ky person e shikoj që mund të ketë një rikthim, shpesh ndodhin rikthime gjatë Afroditës së kthyer, mund t'ju jap një shenjë që do t'ju bëj edhe pak konfuz peshore, sepse nuk do t'jetë një shenjë e qartë, nuk do t'jetë diçka që thoni ok, vërtet ka interes për t'u kthyer, po do t'jetë një gjë e vogël që do t'ju trazoj ndjenjat, emocionet, mund edhe të shikoni këtë person rastësisht, sidomos në javën e 2 të prillit ju shikoj shumë të ndjeshëm, shumë emocional, me kokën pas, duke menduar për të shkuarën, duke menduar për kohën që keni kaluar bashk, duke menduar se si gjërat mund të ishin ndryshe nëse rrethanat, nëse situata do të kishte qenë ndryshe mes jush. Duhet keni kujdes pak në javën e dytë, sepse me datë 13 prill kemi edhe një hënë të plot në shenjën tuaj në peshore. Hëna e plot gjithmonë ju bën shumë të ndjeshëm, shumë emocional, se një lloj siç rritet niveli i deteve dhe oqeaneve, ashtu rritet edhe pjesa, se ne jemi 70% e trupit është ujë, edhe pjesa emocionale është shumë, jemi shumë më të ndjeshëm, shumë më shpërthys, shumë i shikojmë emocionet tona të qarta për atë çfarë janë.
Dhe është një marrëdhënie që nuk e kanë pranuar personat të tjerë, familja juaj nuk ka qenë dakord me këtë marrëdhënie, njerëz të tjerë, edhe të shoqërisë ndoshta mund t'ju kenë paralajmëruar për këtë person, mund t'ju ketë thënë diçka që shiko, bëj kujdes me këtë person e të tjera, një marrëdhënie që nuk është mbështetur, po ju ka mbetur koka pas akoma, më thënë, akoma mendoni për këtë person, akoma ju shikoj me një peng në zemrën tuaj për të shkuar, për diçka që nuk është realizuar, dhe thash do ta ndjeni rreth datës 13, 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, këtë si ndjesi mund të keni edhe një moment përballje me këtë person, por ajo çfarë do t'ju sjell shqetësime, do t'jetë në javën e tretë ku shikoj një person me autoritet, një person me pushtet, me pozitë në jetën tuaj, që nuk është dakord me situatën, dhe ju do ta kundërshtoni, mund të ndodh një diskutim, është i prerë në vendimet që ky person ka, sidomos nëse keni dikë në familje, figura e babait apo një person që ju e respektoni, që ka energji të fortë, Marsi mund të ketë ascendentën ose shenjën e diellit në dash, nëse keni një dash në jetën tuaj që është kundër kësaj situate, ju rebeloheni. Për peshore të tjera e shikoj si një çështje që ka të bëj me probleme që ju do të keni me prorët tuaj, me një person që është i pushtetshëm, me një person të suksesshëm, një person që mund t'jetë menaxheri juaj, mund t'jetë një post edhe shumë më të lartë. Për disa peshore shikoj probleme që lidhen me shtetin, apo që lidhen me organizata të ndryshme, nëse prisni të realizoni diçka, mund të shikoni shumë peripetësira, probleme që do t'ju dalin, bllokime, situata ku do duhet të përsërisni shumë gjëra një herë, ju jeni shumë të ndjeshëm, keni diçka që do ta realizoni, me patjetër e do t'ju dalë një pengesë që nuk e kontrolloni dot, do t'ju dalë një gjë që do ta bllokoj atë dëshirë që ju keni, atë gjë që ju doni ta realizoni. Po bëni, siç ju thash, bëni kujdes kur përballeni, duhet të tregoni shumë diplomatik, duhet të tregoni shumë ta menaxhoni me kujdes kur keni të bëni me dikë që është ka kaq shumë pozitë, ka kaq shumë gjëra në dorë dhe ju nuk me këtë person duhet të ndjekësh rregullat, nuk e kthen dot ashtu siç dëshiron ti. Thash, në disa raste është edhe një situatë që ka të bëjë me shtetin, me departamentet caktuara, me zyra caktuara, me një gjë që është kështu, edhe pavarësisht se nuk është e mirë për ty, duhet ndjekur në atë formë siç është vendosur. Java e fundit sidomos do të jetë një javë ku ju shikoj shumë shpërthyes peshore, të acaruar, të irrituar, do të ndodhë diçka në këtë javë, diçka e papritur, që do t'ju bëj shumë nervoz, që do t'ju mërzis shumë, mund t'jetë një konflikt i hapur, një mosmarrveshje, një debat që duhet pasur kujdes sepse kjo energji ndonjëherë kalon edhe në agresivitet, edhe në dhunë, mund t'jetë një situatë që në rastin e drejt për drejt lidhet me një aksident. Ky do t'jetë një rast sigurisht specifik, jo nuk do të vlej për çdo peshore, po mund t'jetë edhe një aksident apo diçka që ju gjen komplet në një formë të papritur, dhe duhet të veproni aty për aty, ta menaxhoni situatën aty për aty sa më mirë që të dini. Po është diçka që pavarësisht se do t'jetë nga ana emocionale, do t'jetë një gjë shumë e obobo si më ndodhi kjo, do duhet të ndodhë se zjarri lidhet edhe me pastrimin, lidhet edhe me detoksifikimin, lidhet edhe me një ndryshim që është i nevojshëm për ju. Edhe ku po ju shtyn ky person, duke ju bllokuar, duke ju kundërshtuar, duke ju thënë jo, është për të mirën tuaj, ndoshta nuk e shikoni akoma, nuk e kuptoni peshore, thash prilli do jetë edhe një muaj emocional për ju se keni dhe hënën e plot në shenjën tuaj,
po në afatgjat do jetë për të mirën tuaj dhe prandaj nga orakulli i kafshve për ju mesazhi për prillin thot gorilla dhe thot take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Pra merr kohën për të dëgjuar me empati, me dëmshuri personat që ti do, veçanërisht antarët e familjes tënde. Një shenjë qartë që ti vetë nuk po e dëgjon personin tjetër, ose personi tjetër nuk po të dëgjon ty, nuk po e përthith informacionin fare që personi tjetër po të thot, është kur thua mbarove, flasun tani, mbarove, kjo është një shenjë, domethënë nëse e dëgjon këtë gjë, nëse ti vetë thua puno me veten, ndryshoj këtë gjë, se është tregon një mungesë totale respekti për veten, respekti për personin tjetër, është papjekuri, ndryshoj këtë gjë tek vetja. Nëse pastaj e dëgjon nga pala tjetër, ndërpreje bisedën se nuk po të kupton asgjë. Nuk po merr asnjë lloj mesazhi nga ajo çfarë po i thua. Por do të jetë një muaj ku fokusi është tek familja, tek bisedat me familjen, mosmarrveshje që lidhen me familjen, dhe është ndryshe të dëgjosh, edhe siç thash të presësh radhën, thuash atë çfarë ti do të thuash, edhe vetëm nxjerr nga barku çfarë do të thuash, nuk merr asgjë tjetër, dhe është tjetër gjë kur ti dëgjon realisht me dëmshuri, përpiqesh të mendosh që okay, ky person është njëri i familjes time, ma do të mirën, ta kuptoj se çfarë po më thot, dhe ajo do të të ndihmoj ty vetë që të marrësh një vendim më vonë në të ardhmen tënde. Më e mira është që ta dëgjosh personin tjetër, nëse ke një përgjigje, okay, nëse nuk ke një përgjigje, mbaje pak atë informacionin çfarë thot, përpunoje me veten tënde, përpunoje, analizoje me veten tënde, dhe më pas ridiskutoje edhe një herë si situatë kur të kesh një qartësi në marrjen e një vendimi. Nëse është arsyeja për shkak të dashurisë, për shkak të këtij personi që do kthehet sërish në jetën tënde, për shkak të kësaj marrëdhënie që është e trazuar, aq më tepër nëse ka pasur dhunë, nëse ka pasur xhelozi ekstreme, nëse ka pasur probleme të mëdha që janë të pafalshme, ti mund t'i falësh, po familja ka të vështirë që t'i falë, atëherë duhet të përpiqesh të kuptosh edhe këndvështrimin e tyre, dhe ndoshta e gjitha kjo po bëhet për të mirën tënde, për të ndihmuar ty, për të orientuar ty në drejtimin e duhur. Okej, peshore, kjo është gjithçka që unë shikoj për muajin prill. Të falenderoj shumë që më ndoqe. Nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem më jep një like, një koment, mos harro të abonohesh, të bësh subscribe, që mos të humbasësh videot e ardhshme, dhe bashkë të dëgjohemi. Të uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.